Mes lotëve dhe dhimbjes familjar, të afërm, miq dhe qindra banor të zonës i dhanë këtë të shtun lamtumirën e fundit bashkëshortëve Kosta dhe Belere Plaka, viktimat e tragjedisë që tronditi Roskovecin. Ceremonia martore u zhvillua në një atmosferë zie, ndërsa banorët e fshatit e cilësuan ngjarjen si një nga më të rëndat që ka përjetuar komuniteti. Tragjedia nisi mëngjesin e së premtes, kur 35 vjeçari Refiti, i njohur edhe si Nertil Buzi, shkoi në banesën e ish partneres së tij, Rosalinda Plaku, dhe hapi zjarr me armë gjahu ndaj familjarëve të saj. Nga sulmi humbi jetën në vend Kosta Plaku, ndërsa bashkëshortja e tij Belere Plaka mbeti e plagosur rënd, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve ajo ndroi jetë disa orë më vonë në spital. Pas krimit, autori mori me forcë ish partnerin dhe u largua me automjet. Policia ngriti menjëherë pika kontrolli dhe pas disa orësh kërkimesh e lokalizoi në zonën e Kurjanit, ku nisi një operacion i forcave speciale Renea. Gjatë ndërhyrjes e reja u lirua pa dëmtime, ndërsa negociatat me autorin vijuan për rreth 8 orë. Megjithatë, ai refuzoi të dorëzohej dhe rreth orës 16:35 qelloi veten me armën që mbante, duke i dhënë fund jetës. Sipas hetimeve paraprake, motivi i ngjarjes lidhet me mospranimin e ndarjes nga ish partnerja dhe me një konflikt për një shumë parash që 35 vjeçari pretendonte se ja kishte dhënë asaj gjatë kohës që punonte në Angli. Autoritetet po vijojnë dhe po verifikojnë të gjitha pretendimet, ndërsa bëjnë me dije se autori kishte edhe precedent për sjellje të dhunshme. Në ceremoninë martore, banorët e zonës shprehen troditje për ngjarjen, theksuan se askush nuk e kishte menduar se konflikti do të përfundonte në një tragjedi të tillë. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe motiveve të kësaj ngjarje, i cili mori jetën 3 personave dhe lapazoja të rënda për 2 familjet.